Korça ofron turizëm për të gjitha kategoritë e vizitorëve. Nëse agjencitë deri dje kanë hasur vështirësi me akomodimin, pasi mungojnë hotelet me kapacitete të mëdha, ne do t'ju sugjeronim njërin prej tyre, i cili jo vetëm ofron shërbimet mjaft të mira, cilësi, por është dhe shumë ekonomik. Nëse jeni grup i madh e thëndryshe, e keni problemin të zgjidhur. Mund të qëndroni në hotel Alysa dhe jo të shpërndaheni në 2 apo 4 vende të ndryshme. Shumë kënaqësi të vish në hotel Alysa, është shumë afër qendrës në Korçë. Edhe shohim që ka një fluks të madh që nga momenti që kemi ardhur, jo vetëm thjesht prezenca e autobusit që është tu, po vizitorët e shumë që ka. Nuk e di nëse ky hotel këtë kapacitet dhe këtë fluks pune ka gjithmonë. Ju falenderojmë ju për mirëseardhjen në hotelin ton, siç edhe ju e keni shikuar, domethënë që vihet re, kjo është mikpritja e korçarëve dhe jo vetëm e vizitorëve vendas, po dhe atyre të huaj. Dhe realisht një hotel familjar që mirëpresim vizitor nga e gjithë bota dhe Shqipëria. Kjo rutinë është pothuajse çdo ditë. Okej, ju thatë që keni vizitor nga Shqipëria. Ka dhe jashtë Shqipërisë vizitorë që vinë nga vendet fqinje apo dhe më larg? Po, kemi vizitorë që na vizitojnë shumë të huaj nga Franca, nga Gjermania, nga Greqia gjithashtu, sepse jemi vend kufitar, por dhe jo vetëm. Ju vendosët të parët francezët, sepse edhe kur ishim te pazari vjetër mbrëm dëgjuam shumë frëngjisht. Mos është një risi ardhja e francezëve këtë vit apo kështu ka qenë gjithmonë? Ky vit mund ta quajmë një risi të francezëve në qytetin e Korçës. Korça quhet si një Paris i vogël apo jo? Si duket kjo ka shkuar atraksioni që edhe i ka sjell francezët tek Parisi i dytë i vogël i Shqipërisë. Ndalim pak se vizitorë që vinë nga Shkodra. Kuptohet dështuar, sidomos mbas Covidit 2019, fluksi i të gjithë vizitorëve në Shqipëri që dëshirojnë ta shijojnë Korçën dhe gjithë udhëtimet e tjera, por Korça mbetet si gjithmonë elitar. Me shkodranës mirë marrëdhëniet vinë, e kërkojnë. Marrëdhëniet Korçë-Shkodër, përveç se marrëdhëniet e biznesit, ne kemi dhe marrëdhënie krushqie, kështu që jemi shumë afër me njëri tjetrin, bashkëpunimet janë të shumta edhe me agjenci turistike nga qyteti i Shkodrës, me grupet që ne bashkëpunojmë dhe është një bashkëpunim i suksesshëm. Okej, ne gjetëm një hotel tu, po ju dispononi dhe një agjenci dhe janë të alternuara shumë mirë gjërat. Ne mund të afrojmë edhe paketa turistike, duke marrë grupe që nga Korça me minibusat e agjencisë dhe bëjmë turin qoftë brenda Shqipërisë, qoftë jashtë, nëpër qytetet e Shqipërisë, nëpër Ballkan, nëpër Greqi që kemi afër vendet kufitare. Pra një rrezë shumë dhe gamë shumë e gjerë. Si mund t'ju kontaktojnë? Te agjencia si funksionon zakonisht? Tek agjencia ne mund na kontaktojnë nëpërmjet rrjeteve sociale që kemi Facebook, Instagram, gjithashtu dhe numrat e kontaktit që kemi të afishuar tek agjencia jonë. Agjencia turistike Xhafa Travel. Okej, dhe bëhet fjalë për grupe të vogla, grupe të mëdha apo mbulojnë të gjitha kapacitetet? Ne mbulojmë të gjitha kapacitetet. Duke filluar nga minibuzat me 8 vendesh dhe unë sapo nisa një grup sot për në qytetin e Ohrit në Maqedoni. Duke filluar nga grupe të vogla minibuz 8 vendesh deri në grupe të mëdha 50-55 vendesh. Okej. Na ka qelluar të vim me agjenci turistike nga Shkodra, por kemi pasur gjithmonë këtë problemin që një pjesë do flinte te kjo bujtinë e thëndryshe ose shtëpi e vjetër karakteristike korçare dhe një pjesë do shkonin në një vend tjetër ndërkohë që ndaheshin grupet. Ndalemi pak këtu te hoteli. Si funksionon dhe sa kapacitetet? Hoteli jon ka kapacitet të bollshëm, ne disponojmë 27 dhoma të tipologjive të ndryshme. Kapaciteti maksimal i akomodimit të personave është 55 persona që akomodohen në hotel. Domethënë, ai autobusi që ka ardhur aty e ka bllokuar të gjithë hotelin, pra asnjëri nuk ka shkuar të flet diku tjetër. I vura re që kishin harmoni shoqërinë që në mëngjes dhe morëm edhe disa plane, kështu që është gjë e mirë të gjejmë kapacitete në Korçë, sepse turizmi u duk sikur para 10 viteve filloi pak si papritur në Korçë. Korça e bukur ka qenë gjithmonë, por ndoshta u gjete pa përgatitur për sa i përket akomodimit dhe ju e pas keni këtë favor. Struktura akomoduese ka mjaftueshëm në qytetin e Korçës, paktën sipas statistikave dhe nga institucionet vendore janë verifikuar rreth 3800 shtretër, por një pjesë e madhe janë me kapacitet të larta për të siguruar mjetet të transportit, të themi minibuzat të mëdhenj. Okej, lidhur me çmimet se të gjithë pyesin tani është ajo pika e dobët. Ne jemi në çmimet familjare, në çmimet standarde, nuk jemi në nivele shumë të larta, jemi për tregun, për klientët ekonomik, të themi,
Qartë, të cilët jo vetëm një ditë, mund të zgjedhin të rinë më shumë se sa një ditë dhe ta kenë si qendër për të vizituar pasaj dhe pikat e tjera. Atëherë grupi që ne sapo që keni parë dhe ju kemi akomoduar është për 3 net qëndrimi në Korçë, që do të thotë ai do vizitoj komplet rrethinat edhe vendet atraksione turistike që ka gjithë zona e Korçës, të themi. Është edhe kjo mundësi tjetër, për shembull vim vizitorë nga Shkodra, të cilët vinë me makina të vogla realisht, mund të jenë 2 makina të vogla, bëhet një grup prej 8 vetash, po mungon informacione për të vizituar vendet turistike dhe mund ta humbasin shumë kohën duke pyetur, gjë që nuk ta favorizon as infrastruktura. Ju merrni përsipër nëse këta persona akomodohen në hotelin tuaj, ti shoqëroni në pika turistike. Kjo ka qenë një pikë forte jona, që kemi shprehur bashkëpunim edhe me hotele të tjera, duke qenë se disponojmë me automjete të agjencisë, duke mbledhur të gjithë turistët që vendas dhe të huaj, ti mbledhim nëpër hotele dhe ti shëtisim nëpër gjithë qytetin e Korçës, qoftë edhe me mjetet e agjencisë që nuk kanë mundësi të shkojnë me mjetet e tyre familjare. Dhe ka patur interes, por pjesërisht, ndoshta nga që nuk e kanë këtë informacion, por kjo është shumë e rëndësishme sepse ka nga ata që duan grupe të vogla ose makinën e tyre sepse nuk ndihen rehat në grupe të mëdha, por problemin e kanë si do ta vizitojnë Korçën se nuk e di vendet ku janë. Kështu që ju merrni përsipër që të bëni guidën dhe ti shoqëroni pa humbur ata kohën. Patjetër, ne i kemi orientuar edhe në guidat që ofron qyteti, edhe në të gjitha sajtet që ofron qyteti, gjithashtu për të vizituar një atraksion turistik, qoftë edhe me mjetet e tyre personale, kur nuk e kanë patur këtë informacion, kemi qenë shumë bashkëpunues dhe dashamirës me klientët. Okej. Një ftesë për të gjithë shkodranët që janë duke të ndjekur edhe po mendojnë sidomos të pikën e fundit, se ata e duan ato makinën e tyre personale për të ardhur. Si u t'i ftojmë shkodranët për të ardhur dhe vizituar Korçën? Atëherë Korça është e bukur edhe nuk është nevoja që ta reklamojmë ne më së shumti. Shkodranët janë gjithashtu bujarë edhe shumë ikpritës dhe ne i presim për një bashkëpunim sa më të pritshëm. Shumë gjë e mirë. Keni qenë ndonjëherë në Shkodër? Po, patjetër kam qenë tek Alaja e Rozafës, kam qëndruar 2 net në Shkodër, kam vizituar pedonalen e qytetit dhe Korça është një qytet fantastik. Okej, e dini që jemi pak në konkurrencë në thonjza me njëri tjetrin, e dini këtë. E ndjeni ju në Korçë se ne atje bëjmë gjoja se kur nuk e shprehin, por ekziston një lloj konkurrence Shkodër-Korçë. Unë nëpërmjet agjencisë turistike kam promovuar shumë Shkodrën, kam sjell shumë grupe turistike dhe për këtë arsye më pëlqen bashkëpunimi që kemi edhe me agjencitë në Shkodër. Okej, na bashkon kultura, historia dhe tashmë na bashkon edhe turizmi. Edhe turizmi, që është një pikë kyçe dhe e rëndësishme për të gjithë. Ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që përmes kësaj interviste kemi informuar të shkodranët të cilët ta marrin parasysh ardhjen në Korçë. Do ta kenë shumë më të lehtë nëse zgjedhin agjencinë Xhafa për travel, për t'u orientuar, po ashtu edhe Hotel Alysa. Për t'u akomoduar dhe për t'u ndjerë si në shtëpinë tuaj. Ju mirëpresim. Faleminderit shumë.